Zoti Islami ditën e sotme I është dhënë lamtumire e fundit këngëtarit Shpat Kasapi, por ajo çfarë u vure në fakt ishte një mosrespektim I shtetit Maqedonës ndaj këngëtarit. Gjë e pritshme, nuk më habit. Maqedonësit nuk janë shqiptarë, nuk u dhimbset, nuk e kanë konsideruar Shpat Kasapin hero edhe këngëtar të tyre. Ati I ndrit shpirti të jetë I lehtë dheu, ngushëllime për prindrit e tij, për bashkëshorten e tij dhe për djalin e tij të vogël. Dhe qoftë I xhenetit ai. Po vim tek respekti I shtetit Maqedon. Këtij shtet artificial të krijuar nga slav, grek dhe shqiptar. Ai është një shtet trekombësh. Kështu që nuk më habit mua qëndrimi I tyre shovinist, racist. Se kur u bën dhe ata magjyptë e Maqedonisë të kenë shtet dhe të mos respektojnë shqiptarët, është padrejtia më e madhe që I bëhet njerëzimit. Edhe popullit kombit shqiptar dhe shqiptarëve të Maqedonisë. Ata janë një kombësi shtet formuese, por gjithmonë janë në përkëmbur, janë shkelur, janë shtypur, qoftë me ndihmën e Serbisë, qoftë me ndihmën e Moskës, sepse Maqedonia forcën e saj e ka tek mbështetja që I jep Moska për të shtypur shqiptarët. Është një maraton e gjatë e slavëve kundër shqiptarëve. Ka sheku që vazhdon. Dhe që vazhdon dhe nëpërmjet shqipfolësve, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Shqipfolësit po trajtojnë kombin e tyre, bashkëdhetarët e tyre, njerëzit e tyre, figurat e tyre. Për Shpat Kasapin edhe Shqipëria duhet kishte mbajtur zi sepse është shqiptar. Ishte shqiptar. Dhe I ka dhënë kulturës shqiptare dhe këngët e Shpat Kasapit qarkullojnë gjithandej. Mirë po, për të mos prishur marrëdhëniet me Evskit e Ovskit e Gjevskit e Viçrit e çfarë s'kan slavët, këta nuk ndihen. Zotëri, po të kishte ngordhur ndonjë deputet shqiptar, do kishin bërë namin këta. Por aty zbie rufea në vend të ligë dhe kështu që nuk ndihen për Shpat Kasapin. Unë jam I ndinjuar jashtëzakonisht për këtë qëndrim të Maqedonisë, të shtetit Maqedon, dhe I bëj thirrje dhe partive politike shqiptare që për turp të tyre janë disa parti, në fakt duhet ishte një parti në Maqedoni, shqiptare, vetëm një. Dhe të ishte një parti unifikuar siç janë grekrit në Shqipëri, ata minoritarë që nuk janë grekët, ata janë vleh në fakt, që janë të unifikuar dhe të bashkuar me njëri tjetrin, ashtu të bëhen dhe ata atje, por neve na që kanë gjetur atë pikën e dobët që blihemi dhe shitemi kollaj. Ne jemi popull I korruptuar dhe korruptues. Ne I bëjmë të dyja, dhe korrupsionin, jemi dhe të korruptuar dhe korruptues. Sepse po të mos ishte kështu dhe po të kishim unitet me njëri tjetrin, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Malzi, ne sot do ishim të bashkuar. Dhe kjo është një qëndrim jashtëzakonisht negativ që për turp të tyre I ekspozon siç janë maqedonësit, shulet e Maqedonisë. Se kur u bën dhe ata të japin mend dhe të shikojnë nga lart poshtë, hapu dhe të futen. Kur u bën dhe ata, që si kanë dhënë asnjë gjë botës. Shqipëria ka dhënë figura të ndryshme botës. Po, këtu na kanë katandisur. Avokat, pse kjo sjellje e Maqedonisë ndaj shqiptarëve dhe a do ishte më ndryshe nëse shqiptarët e Maqedonisë do ishin më të bashkuar? Unë sapo e thash që nëse shqiptarët e Maqedonisë janë të bashkuar dhe kanë lidhje të ngushta me shtetin Am, po me këtë drejt shteti Am të kenë lidhje të ngushta me Edi Ramën dhe me Mender komunistët shqiptar, s'bëhet. Prandaj përfitojnë ata shulet e Maqedonisë, sepse ne nuk kemi unitet me njëri tjetrin. Ata shqiptarët e Maqedonisë duhet të unifikohen dhe të bashkohen dhe të rrinë të lidhur me njëri tjetrin për çdo gjë, more qoftë edhe për një mirëmëngjes, për një dasëm, për një festë, për një gjë të vënë njëri tjetrin dhe të kenë lidhje të ngushta, ashtu siç I kanë të tjerët.
këshillu ja punë atyre. Ai Ali Ahmeti dhe ata të tjerë që janë kryetar partisë, sepse su vjen tur, po janë parti ato. Janë vetëm janë krijuar vetëm që të përçajnë kombin shqiptar, për të përçarë shqiptarët. Edhe partitë politike në përgjithësi në gjithë botën janë forca destruktive përçarëse për popullsinë, për ta shtypur sa më kollaj. Është ajo përçarës u ndo Divide d'Impera që e kishin Qeromakët e vjetër, edhe që vazhdon dhe sot e kësaj dite është metoda më e shkëlqyer për të nënshtruar popujt dhe për t'i shkelur. Avokata, duhet që Shqipëria të reagojë më ashpër ndaj sjelljeve që shteti i Maqedonisë ka ndaj shqiptarëve maqedonë? Do të duhej, po që se Shqipëria do kishte qeveri shqiptare, po që Shqipëria nuk ka qeveri shqiptare. Shqipëria ka një qeveri kuislinge të vendosur nga Beogradi dhe Athina. E kemi thënë këtë në mënyrë të përsëritur dhe s'është nevojë ta përsërisim prapë. Shqipëria nuk ka qeveri. Shqipëria ka vetëm hajdut, gangster, bandit, drogaxhi, kumargji, kurva dhe kurvar. Këto kanë pushtet Shqipërian sot për sot. Kështu që nuk mund të presë gjë nga këta një lloj njerëzi, nga kjo shtresë e shoqërisë, ka shtresa më ulët e shoqërisë njerëzore. Këta që qeverisin Shqipërinë sot. Avokat, nëse reagojnë shqiptarët, a mund të jetë shtet Maqedonia nëse Shqipëria do ishte bërë me kohë, se ata janë 40% e popullsisë. Ata janë gjysmë e popullsisë Maqedonisë. Por pse janë tripartit? Për të mos u bërë shtet, për të mos u unifikuar, për të mos u bashkuar, për të mos u bërë palë në krijimin e shtetit Maqedonas. Prandaj janë ngritur ato parti. Edhe për atë funksionojnë Ali Ahmetët me shok. Për atë. Dhe fatkeqësia e shqiptarëve që gënjen shumë kollaj. Ore, i ndrit shpirti Khrushchevit, po tha një fjalë të madhe ai. Shqiptarët tha shiten për 5 aspra. Kjo është e vërteta, e pa kontestueshme deri më sot. Ne shitemi. Shitemi këtu brenda, shitemi dhe jashtë. Pas dje, më tregoi dikush në laptop pasqyrën dhe listën e patronazhistëve. Që janë patronazhistët? Janë spiun. Patronazhistët janë spiun. Dhe atë spiuni që më monitoron mua e kam në shkallën 6. E njohëm tërë, e di kush është, e di si emër, se kam parë në njërë surratin dhe s'kam nërmën të shoh, por e di kush është. Pra janë në këtë mënyrë, këta kanë përçarë popull dhe po e përçajnë ditë për ditë. Dhe ky popull është i destinuar të vuaj për aq kohë sa nuk arrin të kuptojë që partitë politike janë kundër tij dhe që të gjithë ata antarë të këtyre partive politike duhet të japin dorëheqje dhe të unifikohen rreth vatës familjare, fisit, fshatit, lagjes, qytetit. Avokata, ka gjasa që gjithë shqiptarët bëjnë bashkë në një shtet? Jo. Jo. Një prift njëherë ishte analfabet dhe për të llogaritur kohën kur do vinin Pashkët, kishte një kuti dhe hifte aq kokra bath sa ishin ditë që do vinin te Pashka. Dhe kur e pyesnin qytetarët, fshatarët, kur do vinë Pashkët pater i thoshin ata. Edhe shikote kutin ai prifti, siç duken bathët tha janë larg Pashkët. Kjo është përgjigjja ime. Avokat, ju folët sigurisht për gjithë historinë e shqiptarëve, të Shqipërisë dhe të shteteve me të cilët kufizohemi, ku ne Shqipëria ndoshta është i vetmi shtet që ka në kufi shqiptar. Kufizohet me vetveten. Me vetveten. Duke parë gjithë ndryshime që po ndodhin, po themi, në politikat europiane botërore, sa gjasa ka që të kemi ndryshim kufish në të ardhmen? Po nuk mund të bëhet ndryshim kufish, sepse të bësh ndryshimin e kufive do të thotë që të unifikohesh njerëz si komb brenda dhe jashtë kufive shtetëror, të kufive londinez. Ne këtë gjë se bëjmë sepse nuk mund ta bëjmë sepse nuk i lën as shqiptarët e Shqipërisë londineze, as shqiptarët e Shqipërisë jashtë kufive të Shqipërisë, do shqiptarët e kufive brenda kufive natyror të kombit shqiptar. Kështu që s'ka gjasa, nuk bëhet. Kjo punë bëhet vetëm me luftë sotri. Pa luftë nuk bëhet, harrojeni. Harrojeni, nuk të fal njeri.
Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë falenderoj tyja.